duhet të bëni në hënën e re të 14 korrikut 2026. Kjo hënë ndodhet në shenjën e gaforës, që simbolizon shtëpinë, familjen, kujtesën, emocionet. Tani, çdo shenjë ka disa rituale. Fillimisht, ritualet e përgjithshme është pastrimi i hapësirës tuaj. Hëna lidhet me një fillim të pastër, ndaj pastroni shtëpinë, largoni sende apo veshje që nuk i përdorni, hapni dritaren dhe lëre të hyjë ajri në shtëpi. Ndonjëherë janë disa ndryshime të vogla që mund të bëjnë edhe ndryshim në mënyrën se si ti ndihesh. Mund të shkruash 3 gjëra që dëshiron të sjellësh në jetën tënde, por mos thuaj për shembull dua para, dua fat. Thuaj në një mënyrë më personale. Për shembull, dua më shumë qetësi në mendjen time. Dua të ndërtoj një marrëdhënie më të shëndetshme. Dua të kem guxim për një vendim që po e shty. Sigurisht që dëshirat tuaja janë personale dhe ti do të thuash atë çfarë ti dëshiron. Për shenjat e zjarrit. Dashi. Dashi shpesh kërkon të ecë me nxitim, por kjo hënë ju kërkon të ktheni vëmendjen te vendi ku fillon gjithçka. Jeta juaj private. Është koha të rregullosh shtëpinë, të merresh me familjen, të shëroni konflikte të vjetra dhe të krijoni një ambient ku të ndihesh i qetë dhe i sigurt. Rituali që duhet të bësh. Në mbrëmje ndizni një qeri të bardhë dhe uluni për disa minuta. Pyet e veten, ku jam duke luftuar shumë, kur në fakt kam nevojë për qetësi, dhe shkruaj përgjigjen e parë në letër që të vjen ndërmend. Luani. Luani shpesh lidhet me krenarinë dhe dëshirën për të dukur, por ndonjëherë mban gjëra vetëm sepse dikur kanë qenë të rëndësishme. Në rast se një marrëdhënie ka humbur shkëlqimin, kjo hënë mund të shtyjë ta lësh një rol që nuk të përshtatet më, apo edhe një version të vjetër të vetes. Rituali për ju luan, shkruani në një letër çfarë nuk dua të mbaj më me vete. Mos vendos as emra dhe as situata. Thjesht ajo që të vjen në mend. Më pas, griseni letrën. Shigjetari. Shigjetari ka shumë ide dhe dëshira, por problemi nuk është mungesa e ëndrave, por shpërndarja e energjisë. Ndaj kjo hënë e re ju kërkon të zgjidhni një qëllim, përfundoni atë që keni nisur dhe mos kërko gjithmonë rrugën tjetër. Rituali për ty është ky. Ndizni një qeri, shikoni flakën për disa minuta dhe shkruani: një gjë që dua të ndërtoj gjatë këtij cikli është, dhe gjëja e parë që ju del nga shpirti juaj shkruani në letër. Kalojmë tek shenjat e tokës. Demi. Demi shpesh njihet për mbajtjen e emocioneve brenda. Ai kërkon stabilitet. Por janë disa fjalë të pathëna të cilat mbesin në shpirt dhe bëhen barr. Kjo është një kohë e mirë që ti të shkruash një letër, të pranosh një ndjenjë ose të nisësh një bisedë që e keni shtyrë. Rituali për ju të shenjës së demit është ky. Shkruani një letër të gjithë gjërat që nuk i keni thënë. Kërko të hapesh, ndaj kjo hënë të sugjeron t'i shkruash dhe më pas t'i bësh realitet. Virgjëresha. Virgjëresha kujdeset për të gjithë, por harron veten e saj. Ndaj, kjo hënë ju kujton që trupi juaj nuk është një makinë. Duhet të fokusohesh tek ushqimi, qetësia mendore, pushimi dhe gjumi. Rituali për ty është ky. Bëj një dush të qetë, përdor krip ose aromë që ju relakson dhe mendo: unë meritoj të kujdesem për veten time. Shenja e bricjapit. Bricjapi është një karakter i fortë, i përgjegjshëm,
por ndonjëherë duke punuar shumë merr peshë shumë mbi supe. Ndaj kjo hënë e re të shtron pyetjen: apo ndërtoj marrëdhënie ku dhe unë të ndihem i mbështetur? Rituali për ty biricjap është ky: shkruaj kufijtë tuaj të ri. Çfarë nuk pranon më dhe çfarë kërkon nga njerëzit pranë jush? Binjakët, mendja juaj mund të ketë shumë rrugë dhe veprime në të njëjtën kohë. Je pak i shpërqendruar, ndaj për ty nevojitet pak analizë dhe më shumë qartësi. Pyetini veten: nëse nuk do të kisha frikë, çfarë do të zgjidhja? Rituali për shenjën e binjakëve është ky: shkruani një vendim që po e shtyni prej disa kohësh. Mos kërkoni përgjigje perfekte, thjesht kërkoni përgjigje të sinqertë. Peshorja. Peshorja është gjithmonë një shenjë që kërkon ekuilibër, por ndonjëherë pret shumë gjatë. Ndaj, kjo hënë e re të shtyn të bësh ndoshta një telefonat, një kërkesë apo një vendim. Rituali për ty është: bëj një veprim të vogël që ke shtyr prej kohësh. Shkruaj mesazh dikujt, një email apo nis një bisedë me dikë të cilën dëshiron ta bësh, por gjithmonë e ke lënë pas dore. Ujori. Ujori shpesh mendon për të ardhmen, por ndryshimi real kërkon të pranosh dhe disa gjëra që duhet të mbarojnë. Rituali për ty ujor është ky: mbyllini sytë dhe imagjinoni një stuhi, dhe ju jeni në qendër të stuhisë. Era ndryshon fuqinë e saj, por ju qëndroni. Mesazhi për ty është: unë mund të ndryshoj pa humbur veten. Kalojmë tek shenjat e ujit. Gaforja. Për ju një fillim i ri personal. Kjo hënë lidhet simbolikisht me shenjën e gaforrës. Ndaj është një moment për të pyetur: kush dua të bëhem tani? Jo kush keni qenë, jo kush prisnin të tjerët të ishit, por kush dëshiron ti që të bëhesh. Rituali vendosi një gotë ujë pranë dritares gjatë natës si simbol i reflektimit. Në mëngjes, përpara se të fillosh ditën, mendoni për një qëllim të ri dhe lani fytyrën me këtë ujë. Akrepi. Përgjithsisht, shenja e akrepit është misterioze dhe lidhet me transformimin e thellë. Kjo hënë mund t'ju ftojë të shikoni një plagë të vjetër, një frikë, një lidhje që ende ju ndikon. Rituali për ju është: shkruani çfarë dua të fal. Falja nuk do të thotë të harrosh, do të thotë të mos lejosh që e kaluara të kontrollojë të tashmen. Peshqit. Peshqit janë shumë intuitiv. Ato i kushtojnë shumë rëndësi ndjesive të brendshme. Kjo është një kohë e mirë për të shkruar një ditar, ëndra apo krijimtari. Rituali. Para gjumit shkruani: çfarë përgjigje po kërkoj. Mbajini parang shtratit dhe shënoni mendimin e parë të nesërmen kur të zgjoheni. Një mesazh i përbashkët për këtë hënë të re është: kjo hënë nuk kërkon që të ndryshoni gjithë jetën brenda një nate. Ajo lidhet me një pyetje shumë të thjeshtë: çfarë dua të ushqej që të rritet gjatë muajve që vijnë? Sepse çdo fillim i madh fillon me një mendim të vogël që përsëritet çdo ditë.